Se ta shohë dikur se ka marru i shpit mirë, a ka blej kërtë mirë, a i ka bon Se punë me në mirë. keq. Me t'i shka i ka bon kërë. Po mos e hup shpirtin, Kajero, po mos e hup shpirtin, mobre se nuk është ashtu. Me njerës. Pavarësisht, na i do t'i japim llogari Zotit. Elhamdulillah, Kosovën tonë kemi rregulla, kemi institucionet tona, edhe na nuk kemi nevojë të mirremi me shantazhe të njëri tjetrit. Ne pse me humb shpirtin në kolirije? Qa kemi hjek me e të bu një tëru njerëzije? Qa kemi hjek me bo një tëru lirije? Me arrit pas gjitha soj sakrifice, që i përmenda me radhë gjitha ato shifrat fërkshme janë, veç mi kujtu, ato në reale, në vërteta. Nashta për doganin duken pralla, pa ato në reale, ato në vërteta. Ajo është histori që duhet më umbrojt, që është farsunimi kanë forcat e erta, që historin që kemi bon na, me gjake, me mund, me ndjers e me angazhim, prej plegjve tonë, sot të barazohemi me gjelatët. Edhe ne, me këtë armitësi të panevojshme mes njeri tjetrit, është i takon pikrisht atyre cilët janë servil. Shqiptare si kohë me konë servil. Hoq, a i na bo kozmetik. A i ke po edhe shpijat jashtë. I boj mirë, i lullisum, me fasadat mira, a mreni kena Allah. Qështu, a jem edhe na? Jashtë për dukem kozmetik, a këtu shka jem mren. Haj me det, fullëm kesh për aton, ja për këton, ja për aton. Pse kja kozmetik të na? Kjo kozmetik të na, sepse na po mendojmë tjetojmë pa Zotin. Edhe Zotin e përmendu veç kur jemi në vështërsi. Mosh ku jem. A Zotin përmend e shlirë, a i të gjindet kur i e vështirë. A dit në tërmet, tonë Zotin. Zotin. Para se më bo, përmene, luto. Të lutëm. Se jo këtë në ndollë. Përmendet atje një rast shumë i bukur, pesh fridzaj rastin, në sofrën e basit. Hoq. Musa a.s. një ditë u sumu. Edhe i tha Zotit, o Zot, jam sumu. Zoti tha në filon malin, është një gjeth, e merë, e pregadit, aty e ki i laqin. Shkoj Musa, e mori, e përdori, e ziti, e piti langun, edhe u shëru. U shnash. Po mas një kohë, Musa a.s. prapu sumu. Shkoj të një i tapem, e mori gjethin, e pregaditi, por nuk u shnash. Tha Zot, pse herën e parë më shnoshe, e herën e dytë nuk u shnosha. Tha herën e parë e shku me mu, herën e dytë tha e shku pa mu. Na deri këtu erdhu me Zotin, po tash e këtutje, po këshyrëm pa Zotin. Ja zban. Zban se kena mërshqit, e kena mu deviju, e kena mu lajthit, e kena mu bot cop e gri me zveti. Hoq, a ke një për që të farë formatin Big Brotheri? Kom dëgju e mos një fshakur. Pse hoq, ka shke? Kjo është fabrika degenerimit Kosovës e Shqiptarisë. Zoti u dhëzoft ata njerëz. Shqiptarët ka nevojë që të ngritën në bazat të moralit, neve moralin e kam baj deri këtu. Aja shtëpi është shtëpi kundër Zotit, është shtëpi kundër herojve tonë, kundër shkollës se burrave dhe grave që na mësun me nder e me respekt, me marrë e me moral, me etike dhe me sjellje. Na nuk jemi kundër dashurisë. Jo, absolutisht. Po jemi pro dashurisë legjitime. Dashuri e respektit, dashuri e njerëzimit, edhe njerëzillakut. Jo kështu, ju lutem. Mobre se pasha Zotin e madh, jemi të provoku hidhrimin e Allahut. Pastaj, o burr, po na jemi popull i vogël bre numerikisht. Nuk jemi me popull i madh si kur Gjermant apo Turqit që janë afër 100 milion banor. Të ta ka gjithë shka. Të na pak jemi për pacasale. Shpeti morëm thue, shpet rëzohemi. Betë por, që këllop. Mos e zërë është mu ngrit. Vështirë është, kjo arritur ka orë me sakrificë. Rinia jonë duhet më konë rinie punës, e mësimit, e studimit. Jo rini qysh me mendu mu degeneru, mu cullakov, e mu tranu, e me përdur drog, e narkotik, e me logarit shoku shoqen e klasës, runa zët për shërbime të ulta dhe denigruse. Atu po mësojnë, fëmija jonë atu po mësojnë shprejet më denigruse, u veç me i menu. A ke kalu pranë shkollave ti? Cilët fëmijë
në kanë përshëndet. Pa ka ata fëmijë që di me të përshëndet. Pak e heq Pak e heq vallaj. Pak e heq. E unë e ti kujnë akon në shkollë fillore. Qohet, nxënësi i thot mësuesit birë. Përveç që Po të edhe birë, djali thot babesh birë. edhe runa zot i bjen. Vallahi, Runa zot po, edhe i përdor bjen. forcë, saqë edhe mësuesat e në ra pozit pa lakmushme. Sikur rastin e fundit që Po. është me të vërtet gjendje mizere, nuk e meriton ky popull. Duhet institucionet tona të zgjohen nga gjumi, të menojnë ma shumë për këtë popull, të kanë frikë Allahun, ta kenë ndërgjetësim gjakun e dëshmorëve, edhe mundin edhe sakrificën e njerëzve tanë, edhe ta kthejnë autoritetin e institucionit. Institucioni mësuesit, na kemi thoni dashur i mësues. Po vallaj. Nuk ka pas institucion më i shenjtë se mësuesi. E thej shumë Edhe edhe i ku e veçantë. shesh atje, vallaj e ndrejsh shkoj shakli. Institucioni i babës, institucioni i nanës, i grus, i burrit, na nuk jemi kundër drejtave të grave. Po secila ka vendin e vet, kohën e vet, mundin e vet, sakrificën e vet. Ju lutem për hir të Allahut, mos ta provokojmë dënimin të madh të Zot ati kofshëm fal. Zoti pret, Zoti na duron, edhe po na duron. Po, Mirë po, mos bëmi buk për mës, edhe të njëjtën kohë të jemi më solidarë më zveti, të harujmë kompaksin, unitetin, t'i kthejmë realitetit dhe të së vërtetës se me emër të Zotit, Zoti ko më na ndihmu. Hoq, cilja lutja jote kur je shku në Mekë? Lutja jam kur më shku në Mekë, gjithmonë që kur njëherë nuk hiket, o Zot, këti popull i ruja besimin, moralin, familjen dhe të vërtetën. Sa pa këtu nuk ka hije shqiptaria. Shqiptaris i ka dhonë të mira Zotit se ky popull e ka rujt familjen, ky popull e ka rujt dignitetin, ky popull e ka rujt njëri tjetrin. Atë kujtohet më rëbur, kur ka qenë atëherë familja në ndim familjes, kur minatorët në vitin 1989, unë ku unë zga fillat e Trepqës, kur i madhi vogël u solidarizum, kur i madhi vogël u ngritën këmbë, u pajtum, kur i madhi vogël ky popull ishte pran vllaut, motra motrës, saq në luftë, pasha Zotin e madh, unë si një ushtar i UÇK-s, edhe plot të tjerë që e kanë përjetu, të i thonë njëri tjetrit vëlla e motër, saq prindërit tanë thonin, ku do të i martojmë evlatët tonë, të i thonë njëri tjetrit vëlla dhe motër. Kjo ka qenë realitet, kjo ka qenë e vërtet. A Big Brotheri, këta nuk ja servon popullit shqiptar. Ja servon degenerimin edhe degadencën. Populli shqiptar nuk mundet të ecë përpara nëse është i varfër shpirtërisht edhe moralisht. Edhe i pyetje për fond. A pjedojmë babën e nanën? Babën edhe nanën, nëse nuk e dojmë, nuk mundu me dashë Zotin, Zoti nuk na dën.